Kur e keni marrë pushtetin, është që keni thonë kena me zvoglu administratën. Për 12 ministrave i keni bën 19. Premtimi për zvoglim ka qenë gjatë mandatit të kaluar, për qeverinë e kaluar. Gjatë këtij 4 vjeçari është bërë një analizë e hollësishme edhe nga kryeministri, edhe nga strukturat e lëvizjes vetëvendosje për nevojat që ka vendi ynë për dikastere të ndryshme. Kur e keni marrë pushtetin, është që keni thonë kena me zvoglu administratën. Përpara i kanë fry, tash kena me zvoglu. Po çka ka ndodhur me propozimin për ministra 3, është prej 12 ministrave i keni bën 19. Apo më kallëzon logjikën edhe debatin që ka sjell deri te vendimi me u bën 19 ministri. Unë po besoj që ky premtimi për zvoglim ka qenë gjatë mandatit të kaluar, për qeverinë e kaluar, dhe vlerësoj që gjatë këtij 4 vjeçari është bërë një analizë e hollësishme edhe nga kryeministri, edhe nga strukturat e lëvizjes vetëvendosje për nevojat që ka vendi ynë për dikastere të ndryshme, dhe mendoj që një analizë e tillë ka nxjerrë përfundimin për rritjen, mund të themi, të numrit të dikastereve qeveritare për të adresuar fushat të veçanta. Po, zoti Maqedoni, siç ai thuni, njerëzit që thonë po fillim me pas këtë premtu, tash ju po bëni si krejtjerët, ju se pas këtë pas për një me. Ju u kthyt në administratë gjanë. Kjo nuk nënkupton që jemi bërë si të tjerë. Kjo nënkupton që pas një analize është orë në përfundim. Ani, nuk kupton që ata tjerët e kanë pas mirë, veç jo se keni ditë që ata pas kanë pas mirë. Nuk besoj që janë të njëjtat dikastere që kanë qenë në atë kohë. Gati të njëjta. Gati të njëjta. Po i mbulon gjithë ato nevojat të fushat me të cilat do të merret qeveria e Republikës së Kosovës. Dhe për 5 vite i kemi pasur një qeveri me këtë numër të ministrive. Në shumë raste ministrat janë ballafaqur edhe me punë dhe angazhim të jashtëzakonshëm. Për shembull, është Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike që përveç aspektit të sigurisë publike edhe aspektet të tjera që ndërlidhen me sigurinë, është dashur që të menaxhojë edhe me aspektin e administratës publike, edhe sektor e agjencitë të ndryshme, gjë që me vërtet krijon vështirësi. O ditë kjo, i keni humb 4-5 vjet tu i bashku, edhe është kohë e humbur. O ditë që ato dyjat kanë dikastere ka gjatë të ndryshme me njëra tjetrën. Po, tash ideja është që të lehtësojmë punën në të ardhmen. Mirë, veç ta din publiku që nëse shkojmë në zgjedhje të ardhshme, kemi me shku, publiku ka me pas, votuesi ka me pas ofertën e vetëvendosjes me 19 ministri, që kjo është oferta edhe për zgjedhje. Kjo tash është çështje që do të diskutohet kur dalim me programin e ri qeverisës.